Ata luftuan shumë më gjatë, se sa vetëm përgjatë viteve të luftës, duke u shndruar kështu në emblem të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe njëkohësisht duke i shndruar kullat e jasharajve në simbol të një kalaje të lirisë, e cila edhe sot e mbron Kosovën, e mbron lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e saj. Familja Jashari është krijuese e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është esenca e UÇK-s. Sot Basa Shaban do të ishte 100 vjeç, e si vjet Hamza do të bëhej 75 vjeç, e Ademi 70 vjeç. Ata nuk i kemi më fizikisht, por ata kanë vetëm ditëlindje. E kanë 2 prillin, 19 prillin dhe 28 nëntorin. Ndërkaq vdekja e tyre, rënja e tyre, heroike është epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sot, sikurse çdo vit, përkujtojmë epopejën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila i dedikohet përkujtimit tonë të përbashkët në këtë kohë lirie, për secilin dëshmor, për secilin hero, për secilin martir që ka dhënë jetën për Kosovë, por mbi të gjitha i kushtohet sakrificës, guximit dhe trimërisë pa shoq të treguar nga familja Jashari me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 në krye me komandantin legjendar Adem Jashari. Ata luftuan shumë më gjatë, se sa vetëm përgjatë viteve të luftës, duke u shndruar kështu në emblem të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe njëkohësisht duke i shndruar kullat e jasharajve në simbol të një kalaje të lirisë, e cila edhe sot e mbron Kosovën, e mbron lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e saj. Nga këtu jo vetëm ne si breza që e përjetuam luftën, por edhe brezat e rinj, edhe fëmijët tonë inspirohen për rrugën përpara, për mbrojtjen e lirisë së arritur me sakrifice me gjak, por mbi të gjitha na përkujtohet secilit se sa i lartë ka qenë çmimi i paguar për lirinë tonë. Asnjëherë nuk duhet të harrojmë, asnjëherë nuk duhet të devijojmë nga rruga e shtruar nga kjo sakrificë e heronjve, dëshmorëve e martirëve. Familja Jashari është krijuese e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është esenca e UÇK-s, e po ashtu e ka bërë edhe aktin më të lartë, aktin më sublim të sakrificës për lirinë e vendit tonë. Ata si familje e kanë pas të mishruar në zemrat dhe në shpirtin e tyre një të vërtetë e cila e ka shpëtuar popullin e Kosovës, e kjo e vërtet është se liria nuk fitohet pa armë në dorë, duke luftuar me armë në dorë, dhe nuk fitohet pa i dhënë dëshmorët e vetë. Kështu veproi familja Jashari, dhe për këtë arsye ne si kom, si popull, i detyrohemi më së shumti për lirinë dhe për çlirimin e Republikës Kosovës, familjes Jashar. 3 brezat Jasharve, 59 veta gjithsej, rreth gjysma gra e fëmijë, u flijuan me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 për çlirimin e Kosovës, për lirinë, pavarësinë dhe bashkimin. Epopeja e UÇK-s i dha një hov të pandalshëm kryengritjes së armatosur dhe luftës çlirimtare, shpërthyen demonstrata gjithpopullore dhe solidaritet i papar historikisht ndërmjet shqiptarëve në Ballkan, por edhe gjithandej në Mërgat, e njëkohësisht edhe u vetëdijsua e ndërgjegjësua edhe publiku ndërkombëtar, edhe diplomacia botërore. Sot Basa Shaban do të ishte 100 vjeç, e si vjet Hamza do të bëhej 75 vjeç, e Ademi 70 vjeç. Ata nuk i kemi më fizikisht, por ata kanë vetëm ditëlindje. E kanë 2 prillin, 19 prillin dhe 28 nëntorin. Ndërkaq vdekja e tyre, rënja e tyre,
heroike është epopeja e ushtrisë shqiptare të Kosovës,